dhe të dënohen se ka ndodhur tani, duke e sjell të konkretisht. Jo tha se nuk mund të them duhet të ruaj anonimat. Tjetri person më mori tha Flori 100% e manipuluar nga KQZ-ja kam si informacion. Thasha ka mundësi të dalë një person ta vrasë frikën dhe ta denoncoj konkretisht sepse me fjalë në ajër nuk shkohet përpara. Jo tha sepse duam të ruajmë këto njerëz. Tani nëse ne si shqiptar vazhdojmë ruajmë këto njerëz që na denoncojnë, ose këto njerëz që denoncojnë nuk kanë guximin të dalin përpara, si pretendojmë të zgjidhin problemet. Se ka pas edhe shumë shpoti në rrjet, por ç'është kjo me vot me post? 155 shtetet botës që e kanë me post. Dhe vetëm një shtet në botë, vetëm Estonia ka elektronike, dhe për ta përmbyllur, ne tani kemi bërë disa kërkesa KQZ-s dhe DHL-s. Sido që tek DHL-ja nuk kemi tagër, sepse KQZ-ja është kontraktor me DHL-n. Por kërkesat tona kanë qenë na sjellin firmat, pra të shohim që a kanë firmosur realisht dhe normalisht nëse nuk kanë firmos njerëzit, ajo vot nuk duhet njoh. Sepse ky ka qenë edhe pretendimi. Po. Me që je Flori vetëm për të ndërprer, për të vazhduar. Ky ka qenë edhe një nga shqetësimet e Partisë Demokratike se i përket dhe votës së Greqisë, sa i përket që nuk, të paktën sipas tyre, pretendimi ka qenë që nuk kanë firmosur emigrantët, ndërkohë që vota e tyre vjen, kemi qenë madje në gjatë procesit të daljes rezultateve dhe me zotin Petraj. Nuk kemi qenë atje, por kemi qenë edhe më përpara ku ishte kjo pjesa e vajtjes së zarfeve që e kam shprehur, më duket kam qenë edhe me një nuk e di me Leonardin kam qenë zotin Leonard Karaj, besoj. Po, me atë kemi qenë në via Skype dhe kam shprehur shqetësime. Pra, Flori kanë qenë gati 3 muaj përpara këto shqetësime. Unë e kam thënë që diaspora nuk ishte gati të votonte. Nuk ishte kjo zgjedhja e dur për të futur diasporën në këtë konflikt. Diaspora më shumë krijoi anomali, krijoi gabime procedurale, ditën që shkon niset zarfi për diasporën, nuk ka një nen përkatës të kodit zgjedhor që ditën që niset zarfi për të diaspora, fillon heshja zgjedhore. Ata dolën të tërë në TikToka, tërë këtu, të tërë atje, 5 zarfa, jako është vota. I fjalë, ka format të tjera, ne duhet marrim praktikat e gatshme. Dhe njërë, e ka ngritur Flori, foto në YouTube se e ke gati, e ka ngritur shqetësimi, do kemi problematika. Urdhëroj, ja kjo doli. Ju nuk keni dyshime, zoti Petraj, që mund ketë patur manipulim për votën e diasporës? Shiko, nuk ka vetëm personi provat të cilat vinë. Nuk di nëse ka pasur manipulime, di që ka pasur paregullësira. Di që një person që... Po dhe drejta për dyshuar është një drejtë shumë normale, zoti Petraj, do mos një proces kur vota është e përrëndësishme dhe madje emigrantët mobilizohen për... Po të më futësh mua në dyshime, unë kam dhe... Unë edhe kam edhe profesionin të tillë. Po, ndaj theme dhe unë. Ideja është kjo. Po, hajde ta ndihmojmë procesin, Shiko çfarë probleme kishte. Ta ndihmojmë procesin të gjejmë, zoti Petraj, të gjejmë diçka. Ja, Flori, ma dëgjoj pak të lutem. Po i kam bërë nga fillimi deri në fund me i di përmend të gjitha, se kam qenë pjesë. Flori, e shpreha që 3 muaj përpara, nuk po marr autorësi më, jo. E nisa sepse u futa problematikën e votës së Trumpit. Dhe atë po shikoja. Ku ishe problematika dhe që ndodhi me këta emigrantët tanë. I vajti zarfi, i vajti SMS-ja, i kenë filan vënd, hape i procedura, bëj, votoj, dhe kur e dorëzoje, ti nuk ti jepte një mandat, si që jepet zakonisht në përposta, që ti e dorëzove atë. Dhe të gjurmosh... Nuk është fare kështu, po ta them unë. Se nuk është fare kështu. Po pse unë të dorëzoj zarfin dhe ti nuk duhet, me fjalë, unë si nuk duhet ta di ku shkon zarfi? Të lutem, në zarfin nuk jam këtu për të bërë KQZ, madje i bëj thirrje partive juve kush ka indicie dhe gjëra konkrete. Indicie, unë kam thënë fjalën time. Po një sekondë zoti Petra më dëgjoj pak tani. Ju nuk e Flori jeton jashtë, keni votuar. nuk është këtu. Po jarë ku kam zarfin këtu më se e kam mbrojt këtë zarfin në qeveria. E ke blur, po besoj e kuptuam. Ka probleme po është. Ja, më dëgjoj pak, është 5 vjeçare, më dëgjoni vetëm pak. Po, se ka dhe një ftuar një pyetje për ty. Po. Me shumë kënaqësi. Unë jam gati, jo unë, po unë mendoj që procesi duhet përmirësuar, por shqyr fatmirësisht hyrin historik që u bë për herë të parë. Dhe unë jam i zgënjur nga rezultati nëse ai është i saktë. Po unë kam dyshimet e mia te Greqia, por këtu i bëj thirrje partive që atë fuqi që kanë, atë detyrë që kanë për ta mbrojtur votën,
ta vejnë KQZ-n para përgjithësisë, njerëzit, kjo që tha zoti Petra, dhe ata që kanë ngritur, ndjes Flori, po dua të shtoj diçka. Ja vetëm një sekond ta marrë, vetëm një sekond. Le ti padisin që të vënë mirë një herë e gjithmonë te kjo pjesë. Por unë ju them rastin tim. Më ka ardhur postieri në shtëpi, unë banoj këtu me familjen, me nusën e me fëmijët, nuk ma dha zarfin, as nuk më shkoi mendja ta kërkoja. Zarfin e nusës, kur tjetë nusë janë shtëpi do e marri, erdhi, e mori me kartën vetë të identitetit, brenda një ore nga gëzimi madh që ta çoja, i çova me sarf, i thash jam gati, sepse kishte një zarf tjetër brenda, mas një ore erdhi e mori dhe zarfi im, unë ndiqja në rrjet, atë që tha zoti Petra që nuk e ndiqje, kishte mundësi tracking me këtë waybill number që ta ndiqje në rrjet. Pra, të gjithë këto gjërat, pse nuk ka shkuar mirë aty e këtu, unë i kam jetuar komplet të kundërtën, por në Greqi mendoj se është thyer ligji, nëse është nënkontraktuar, sepse kontrata e DHL-s me KQZ-n nuk lejon në kontraktimin. Kështu që kjo është detyrë e partive që edhe e jona që ta çojmë përpara, të bëjmë kërkesat tona e të merren masa. Po pse mendon vetëm Greqia mund të ketë deformime dhe nuk